hyrja falas deri në vitëri. Infrastruktura brenda është mjaft e mirë, ku kemi do të thotë xhamin, kemi plastikun, kemi do të thotë metalin. Prizreni, një nga qytetet më të vizituar në Kosovë, dhe jo vetëm, sigurisht edhe në Ballkan, fatkeqësisht pothuajse nga pas lufta deri më sot nuk ka pasur WC publike. Por nga 1 marsi, tashmë komuna ka hapur edhe WC publike në këtë qytet. E ku me i gjetë WC publike në Prizren, shumë lehtë e keni afër Shadërvanit përballë komunës. Por pse s'ka pas WC publike deri më tani në Prizren dhe sa kanë kushtuar këto WC dhe sa do t'i kryejnë punë qytetarëve të Kosovës me qenë se Prizreni është vend turistik? Po faktikisht toaletet publike ka vite më parë që kanë qenë bashkë në lokacionin ku i kena ndërtu toaletet e reja, kanë qenë toaletet në Prizren, mund të themi dikun para 30 vitesh. Normalisht se me një kontratë sociale të cilin komuna e Prizrenit ka pas me USAID-in kemë realizu këtë projekt ku USAID ka participu dikun në 20% fundeve të tyne, kurse pjesën tjetër 30% komuna e Prizrenit. Në këtë rast që ka rezultu dikun afër $20,000 të cilët i kanë llogaritur USAID në valutën e vet, kurse komunës i ka kushtuar diçka për €100,000. Buxheti, kështu që sot funksionojnë mirë si për qytetarët e Prizrenit ashtu edhe për turizmin, të cilët vitet e fundit e ka vështirë Prizreni. Pse s'ka pas deri tash pra WC apo banje publike, ku ka qenë problemi? Deri tash se s'ka pas banje publike, me siguri bashkë fyçën qeveritë më hershme. Kurse me qeverisën e zotit Totaj, normalisht që kena pas edhe premtim të zotit Totaj dhe kështu që u realizuan më në fund. A ka me pas edhe lokacione të tjera, apo mjaftojnë këto që i kemi tani për tani? Kem pas edhe një lokacion, mirë pa ty ka pas një reagim qytetar, normalisht që jena në hulumtim edhe të ndonjë lokacioni tjetër për edhe një pikë të toaleteve publike. WC-t publike në Prizren janë hapur zyrtarisht nga 1 marsi dhe do të jetë hyrja falas deri në vitëri. Infrastruktura brenda është mjaft e mirë, duke pasur parasysh investimet që janë bërë. Ky është lifti për personat me aftësi të kufizuar, të cilët dëshirojnë të shërbehen në WC-t publike. Ndërkaq te kjo pjesë është domethënë po ashtu pjesa për personat me aftësi të kufizuar, ku është edhe do thotë siç po shihni edhe tabela njoftuese. Pastaj këtu te kjo pjesa sigurisht është për gjininë femërore, duke pas parasysh edhe tabelën, momentalisht duken të pastërta, të mirë mbajtura. Kjo është për të ndruar pampersin për nanat të cilat dalin me fëmijë pra me vizituar qytetin e bukur të Prizrenit. Kamera mund ta fokusoj këtë pjesë. Ajo që është për të marrë shembull është momentalisht pastërtia që mbizoton në këtë ambient. Ndërkaq tek pjesa e tretë është WC-ja për gjininë mashkullore, WC publike në komunën apo në qytetin e bukur të Prizrenit, që përshifet një pjesë e mirë e ndërtuar me një infrastrukturë mjaft mirë të investuar, duke pas parasysh që edhe qytetarët do të kenë kujdes për me mbajt mirë. Të gjithë qytetarët, të cilët shërbehen në WC-t publike, për me pas kujdes me mbajt mirë, komuna e ka ofruar këto shërbime, ku kemi do të thotë xhamin, kemi plastikun, kemi do të thotë metalin, të gjitha kategoritë me nda veç e veç, në mënyrë që mos me u dëmtu kjo pronë publike dhe më mbajt sa më pastër.